Nga Gjergj Zefi. Historia botërore ka një prirje cinike. Ajo ndryshon emrat, por jo mekanizmat. Jalta e vitit 1945 nuk ishte thjesht një konferencë diplomatike, ishte një akt i pastër inxhinierie gjeopolitike, ku parimi i vetëvendosjes u fliua në emër të stabilitetit të përkohshëm. Sot, ndërsa bota përballet me luftën në Ukrainë dhe ambicien revanshiste të Rusisë, hija e asaj Jalte po rikthehet, më e heshtur, më teknokrate, por po aq e rrezikshme. Ideja e një zgjidhjeje të madhe përmes kompromisit territorial që po qarkullon në disa qarqe perëndimore, është në thelb një rikthim i logjikës së sferave të influencës. Ajo presupozon se paqja arrihet duke pranuar faktin e kryer, duke legalizuar agresionin dhe duke sakrifikuar sovranitetin e një shteti në altarin e real politikës. Kjo nuk është maturi strategjike, është një dorëzim i kamufluar me gjuhë diplomatike. Krimea nuk është thjesht një gadishull i aneksuar, ajo është precedenti, një test për rendin ndërkombëtar dhe për gatishmërinë e perëndimit për të mbrojtur parimet mbi të cilat ka ndërtuar legitimitetin e vet moral që prej luftës së dytë botërore. Çdo tolerimi i status quo-s ruse në Ukrainë do të përkthejë automatikisht në një mesazh global, ku fitja janë të negociueshëm dhe ligji ndërkombëtar vlen vetëm për të dobtit. Në këtë kuptim, rreziku i një Jalte të re nuk qëndron vetëm në tryezat e mundshme të negociatave, por në mendsinë që po normalizohet se demokracitë e vogla janë monedha këmbimi dhe se stabiliteti afat shkurtër është më i rëndësishëm se drejtësia afat gjatë. Kjo logjik gjithmonë ka dështuar. Ajo prodhon paqe të rreme dhe konflikte të ardhshme më të dhunshme për vende si Shqipëria dhe rajoni i Ballkanit. Kjo nuk është një debat abstrakt. Historia jonë është e mbushur me jalta të vogla, me vendime të marra larg nesh dhe mbi ne. Prandaj çdo relativizim i agresionit në Ukrainë duhet parë si një kërcënim i drejt për drejt ndaj sigurisë dhe vendit evropian në tërësi. Jalta nuk vdiq në 45-ën, ajo thjesht ndryshon forma, sa herë që parimet zëvendësohen nga frika dhe lodhja strategjike. Pyetja sot nuk është nëse perëndimi mund të negociojë me Rusinë, por nëse është gati të paguajë çmimin moral dhe historik të një kompromisi që e di se është i gabuar.